bëj thirrje qytetarëve shqiptar për sigurinë e tyre të armatosen, të sigurojnë armë për të mbrojtur veten, vatrat, pasuritë e tyre, sepse nuk kanë asnjë siguri. Në qoftë se ju organizat kriminale mendoni të terrorizoni opozitën dhe qytetarët me bandat tuaja, ju garantoj se opozita dhe qytetarët janë të gatshëm t'ja u kthejnë ju me të njëjtat mjete dhe të mos gjeni vrim miu ku të futi. Armatosën amerikanët, armatosën të gjithë qytetarët që duan të mbrojnë vetë e tyre, dhe me urgjencë të sjellim ligjin, t'u japim të drejtë qytetarëve të mbajnë armët. Kjo deklaratë e fortë u bën nga ish-kryeministri i vendit Sali Berisha të njëjtën e fundit parlamentare. Berisha foli edhe disa minuta të tjera përpara se të mbaronte normalisht fjalën e tij. Reagimi i parë erdhi nga ministri i Brendshëm. Unë nuk di si ky parlament vazhdon ende diskutimet normalisht, kur një ish-kryeministër bën thirrje publike që populli të armatoset, dhe unë nuk besoj ka thirrje më kriminale se sa kaq. Unë nuk besoj ka thirrje më antikushtetuese se sa kaq. Unë nuk besoj ka më djallëzi se sa kaq. Dhe unë shpresoj shumë që prokuroria të gjejë kurajo ta thras pikërisht pse është vepër penale të bësh thirrje publike për armatosje. Ky parlament nuk mund duroj një ish-kryeministër 20 vjet ka ndënjur kalaçaf popullit dhe sot vjen këtu bën thirrje që populli të armatoset. Më e pakta, prokuroria duhet ta marrë të pandehur. Berishën, që tashmë ishte larguar nga salla, e justifikoi Josefina Tupalli. Berisha tha, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të bëjmë ligjin që të armatosim qytetarët për të vetë mbrojtur nga një organizat kriminale. Kaq ishte. Dhe kështu duhet bërë në fakt. Ti thua shqiptarëve merrni armët për të mbrojtur është fatale. Edhe këtë, më fal ta mbaroj. Këtë nuk e tha, e them prap, një njeri do si do. E tha dikush që e ka bërë herë. E ka bërë një herë Josefinë dhe duhet ta them. E ka bërë vitin 97. Edhe viktimat atë viti jemi të gjithë ne. E ka bërë një herë. Tani kam një 3 muaj që përpiqem t'i provoj shqiptarëve se ku e çon marrëzia e një njeriu një parti. Ky është rasti juaj sot. Për të mbrojtur Saliun, për mbroni nevojën atë që tha ai që armatosemi të gjithë. Shullazi zonjë nuk justifikon atë që tha Sali Berisha, nuk e justifikon. Banda në Shqipëri do ketë, ka pas do ketë, sigurisht do ketë. Ish-kryeministri e ndjeu se duhej ta sqaronte atë deklaratë. Ka një shtet kudo, përveç se në Shqipëri, që ka një bandë. Ka një bandë e cila është një lloj organizate kriminale e penetruar në çdo qelizë të saj nga krimi. Atëherë, vendi më i madh i lirisë botës, Shtetet e Bashkuara, ka një praktikë të tillë. Lejojnë armë qytetarëve. Dhe unë, absolutisht, kam kohë që e mendoj këtë punë, kur shoh mbi 40 roje që i ka aty Edi Rama në dosje, të Shullazit të pajisur me të gjitha llojet e armëve, për të vrarë, për të vjedhur, për të grabit, për të plaçkit, çdo qytetar i ndershëm duhet të ketë të drejtë ligjore, të ketë një lloj, si një vend tjetër të madh të lirë, armën për të mbrojtur. Deklarata e Berishës bëri xhiron e mediave edhe ndërkombëtare, e Taulan Balla njoftoi kërkesën e grupit socialist për përjashtim 10 ditë të ish-kryeministrit për shkak të asaj thirrjeje. Por Berisha sërish nuk u tërhoq. Mora vesh se keni ndëruar shumë. Keni bërë kërkesë dhe e ftoi byron që ta kaloj me njëherë në prokuroria atë kërkesë. Sepse në vitin 98 më akuzuat për krime kundër njerëzimit. 8 muaj para se Miloševići të ishte të akuzuar nga Haga.
Atër e bët nga frika, ju kishte hy frika Gjern Palc nga Sali Berisha. Dhe tani, sa po përmena fjalen armë, u shkrit nga frika, u ngrit nga frika, u hyri frika Gjern Palc. Kjo është puna juaj. Po pse keni këtë frikë ju? Se keni bashkëpunim kriminal me bandat. Se ministri del këtu dhe fletë një orë dhe nuk thot kush ndryshoi dëshmit e policisë për Qafkasharin. A e dini ju që Shullazin e shpërblyet ju? Ja dhat 1.000 ditë të burgjeve që bërin për jullën time? Po si ja dhat? Si ja dhat? Duke shkel me 2 kam të ligjit. Po pse? Ja dhat me vendim të shkallës parë. Si pet kur dëm shpërblim me vendim të shkallës parë. Shifri ligjit. Ligji kërkon që dëm shpërblimin të japish me vendim të formës prerë. Po çfarë e solli këtë deklaratë të fortë të nxituar të ish kryeministrit Berisha? Historia nis të shtunën e 16 prillit, kur ish kryeministri në një konferencë të posaçme për mediat denoncoi se një emër i njohur për policinë dhe politikën, Emiliano Shullazi, kishte kërcënuar 2 profesorë, Mynir Konin dhe Dhori Kulen, të përfshirë në garën për zgjedhjet e reja të Universitetit të Tiranës, që do të mbaheshin pak ditë më vonë. Në zbatim të porosive të Dirams, Emiliano Shullazi, ditën e ejtë, ndalon njëri nga kandidatet, se absolutisht ju them ju nuk e di sa janë, akademikun e nderuar, profesor Munir Koni, i kërkon të tërhiqet nga gara, ose do t'i rrëmbehet djali. Dhe i thot, se po fole ke kokën, dje profesori nderuar Munir Koni, ka paraqit në mënyrë të papritur dorëheqjen. Por dje banda e Emiliano Shullazit me 3 makina të blinduara ka ndaluar në mes të sheshit Nën Tereza me 3 makina rektorin aktual të universitetit i cili e dorëzon detyrën, profesorin e nderuar Dhori Kule. I kanë kërkuar në mënyrë kërcënuese ultimative që t'i heqë çdo mbështetje Mynir Konit. Teksa opinioni publik përpiqej të përpunonte këtë informacion tronditës, të dielën u njoftua shoqërimi në polici e më pas arrestimi i Emiliano Shullazit dhe i 2 anëtarëve të grupit të tij. Që prej orëve të para të së dielës Emiliano Shullazi dhe 2 prej miqve të tij gjenden pas hekurave të paraburgimit në drejtorinë e policisë së Tiranës. Mbi Shullazin, Gilmando Danin dhe Blerim Shullazin rëndojnë akuza mjaft të rënda. Deklarata e Berishës të shtunën për kërcënimin e kandidatit për rektor të Universitetit të Tiranës Mynir Konit, duke se ka qenë një alibi e mjaftueshme për prokurorinë dhe policinë për ta çuar deri në ambientet e policisë Shullazin, por më pas historia ka marrë tjetër rrjedh. 2 Shullazët e Danin nuk akuzohen për kërcënimin e akademikut. Mbi këto 3 persona rëndojnë akuza të tjera të rënda. Ata akuzohen për një tritolvënie të ndodhur më 13 mars të këtij viti në garazhin e Arjan Zikës. Policia njofton se lënda eksplozive në pronën e Zikos u bë me qëllim fitimin e pasurisë në mënyrë të padrejtë, por ky rast duke se nuk është i izoluar. 3 të ndaluarit nga blut e kryeqytetit akuzohen gjithashtu se në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me persona të tjerë kanë shtrënguar përmes kanoses për dhënien e pasurisë në mënyrë të padrejtë biznesmenëve të ndryshëm. Ato i kanë vendosur gjoba bizneseve të ndryshme që operonin kryesisht në autostradën Durrës-Tiranë. Veç 2 akuzave, ato të shpërdorimit me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, shkatërimin e pronës me eksploziv, 38 vjeçari Emiliano Shullazi bashkëmoshatari i tij Gilmando Dani dhe 32 vjeçari Blerim Shullazi akuzohen edhe për vepra penale të prodhimit dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe e municionit, si edhe grupi i strukturuar kriminal. Emiliano Shullazi dhe 2 miqtë e tij u ndaluan mbrëmjen e së shtunës nga policia e Tiranës me urdhër ndalimi të prokurorisë së krimeve të rënda, e cila ka prova dhe përgjime e dëshmi. Shullazi dhe banda e tij janë mbajtur prej kohësh nën vëzhgim,
Pas shoqërimit të tyre në drejtorinë e Tiranës, policia ushtroi kontrolle në banesën e tij dhe të disa shokëve të tij. Përveç qofvënies dhe atentateve me tritol, Shullazi dhe grupi i tij po hetojnë edhe për kërcënimin e kandidatit për rektor në Universitetin e Tiranës, Mynir Konit. Emiliano Shullazi është një emër i lakuar shpesh 3 vitet e fundit në sallën e parlamentit nga opozita, që në mënyrë të përsëritur e ka lidhur emrin e tij me qeverinë aktuale, kryeministrin dhe ministrin e brendshëm. Ky arrestim bëri që informacione të tjera të bëheshin publike. Sali Berisha publikoi në rrjetet sociale një dokument të hipotekës së Durrësit, ku Emiliano Shullazi figuronte bashkëpronar i Hotel Volgës në këtë qytet. Sipas Berishës, i marr forcërisht. Të dhënat e para të hetimeve të prokurorisë u bën publike. 4 biznesmen në fushën e ndërtimit janë gjobitur nga Shullazi dhe të 4 kanë paguar shumën e kërkuar. E megjithatë, asnjë prej tyre nuk e ka kallëzuar Emiliano Shullazi në polici. Të dhënat në dosjen e prokurorisë vijnë nga burimet të shërbimit informativ shtetëror që kanë mundur të sigurojnë emrat e biznesmenëve. Shullazi po hetohet edhe për ish Hotel Volga në Durrës. Ky hoteli është dhuruar Shullazit nga një shtetas tjetër shqiptar në rrethana ende të paqarta. Emri i Shullazit u lidh me politikën në janar të 2015-s, kur Partia Demokratike bëri të ditur se kishte kërcënuar kryetarin Lulzim Basha, që depozitoi në prokurori një kallëzim ndaj Emiliano Shullazit. Disa muaj më vonë, emri i Shullazit erdhi në gojën e ambasadorit amerikan. Persona si trafikanti i dënuar për drogë, Emiliano Shullazi, që është akuzuar haptazi në media për trafikim të vazhdueshëm të narkotikëve dhe vrasje, por nuk është quar përpara drejtësi. Dhurimi ish Hotel Volgës në Durrës dhe përvetësimi i kësaj ndërtese nga Emiliano Shullazi dyshohet se është bërë në kërcënimin e armës dhe dhunës. Kjo është edhe një nga dyshimet kryesore, mbi të cilat prokuroria për krime të rënda ka mbështetur akuzën e ngritur ndaj Emiliano Shullazit, për të cilin lëshoi dhe urdhër arresti. Burimet i than ABC News që krahas këtij hetimi për përvetësimin e ish Hotel Volgës, prokuroria ka administruar dhe një deklarim të shtetasit Jani Zika, pronari një parkingu 1200 metra shkatror në rrugën e Kavajës. Këtë parking, prokuroria thot se i dyshuari Blerim Shullazi, në emër të Emilianos, ka kërkuar që t'ja kalojë në emër të tij, por djali i Jani Zikës është larguar nga Shqipëria, duke shtyrë grupin kriminal t'i vendos eksploziv në hyrjen e parkingut, por që pas këtij shpërthimi, policia dhe prokuroria nuk kanë arritur të kontaktojnë me Jani Zikën dhe djalin e tij. Përveç këtij rasti, prokuroria pretendon se ka edhe 2 të tjera të gjofvënies, të kryer nga grupi që drejtohej nga Emiliano Shullazi, atë ndaj një tregtari të kafes në Durrës dhe një ndërtuesi në zonën e Farkës. Por asnjëri prej tyre nuk ka dorëzuar kallëzim penal ndaj Shullazit, vetëm informacione operative të shërbimit informativ shtetëror dhe policisë së shtetit. Nga ana tjetër, edhe 2 profesorë të Dhori Kule dhe Mynir Koni, të pyetur për ngjarjen, në asnjë rast nuk kanë përmendur Shullazin në deklarimet e tyre, duke mos pranuar të bëjnë edhe kallëzim penal. Kërcënimi i 2 profesorëve është një histori po aq e pazakontë. Në një njoftim për mediat, Universiteti i Tiranës e konfirmoi si ngjarje të papranueshme, por pa dhënë detaje. E para foli rivali e profesorit të kërcënuar për të tërhequr nga gara për rektor, zonja Klodeta Dibra. Ndërsa kandidatja tjetër në garë për rektore e Universitetit të Tiranës, Klodeta Dibra, u shpreh se menjëherë pas konferencës për shtyp të ish kryeministrit, i ka kërkuar përmes mesazheve telefonike kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm Semir Tahiri të ndërhyjnë që institucionet të veprojnë. Ka pasur një përgjigje nga ministri i Brendshëm, zoti Tahiri, patjetër që do të merremi me këtë problem, ashtu si dhe policia u marr. Pra, u arrestuan disa njerëz, por me sa pash janë akuzat të cilat nuk lidhen me zgjedhjet. Pra, dikush duhet që brenda orës 24 sot të bëj qartësimin e situatës, përndryshe dita e mërkurë është një ditë shumë e turbulltë ku mund të vihet në dyshim legitimiteti i zgjedhjeve. Por një zbardhje zyrtare nuk pati. Kryeministri u shfaq të hënën në mbledhjen e grupit parlamentar që ja kushtoi vizitës në shtëpinë e Bardh, pa thënë asnjë fjalë për kërcënimin e profesorëve të Universitetit të Tiranës. Mesantarëve të botës akademike, pjesë e grupit të Partisë Socialiste, Mimoza Hafizi ishte e vetmja që shtroi këtë çështje për diskutim, duke marrë këtë përgjigje.
prokuroria po heton çështjen dhe gjithashtu që qeveria shqiptare ka marrëdhënie shumë të mira me kandidatët e kërcënuar. Këto ishin dy informacione që mora sot. Reagimi i parë zyrtar i kryeministrit erdhi të nesërmen, një ditë para zgjedhjeve universitare, gjatë një aktiviteti përurues në Universitetin e Tiranës, ku kjo temë duke e pamundur të shmangej. Ajo që ndodhi përpara 3 ditësh nuk dëshmon cënimin e universitetit, por dëshmon vullnetin e plot të qeverisë son për të mos lejuar askënd dhe për asnjë arsye të cënojë universitetin. Profesor Koni nuk u tërhoq nga kandidimi dhe u zgjodh në garën e të Mërkurës si rektori i ri i Universitetit të Tiranës. Partia Demokratike nga ana e saj vjonte të kërkonte monitorim ndërkombëtar të çështjes Shullazi. Një vizitë e raporterit për Shqipërinë në Bashkimin Evropian Knut Fleckenstein shërbeu për nënvizimin e kësaj kërkese të opozitës. Arrestimi i tij mund të jetë një pikë kthimi ku pavarësisht prej përpjekjeve të lidhjeve politike të Emiliano Shullazit, që shkojnë drejt për drejt tek Samir Tahiri dhe shefi i tij politik, çështja të shërbej si një test i monitoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, të shërbej në të vërtetë si hapi parë, kupti plot, rezultati parë i reformës në drejtësi. Vetë ambasadori amerikan në Tiranë përshëndeti arrestimin e Shullazit dhe përsëriti nevojën e reformës në drejtësi. Vitin e kaluar ne pam të hetohen dhe arrestohen gjyqtar, prokuror, parlamentar, një ish ministër dhe tashmë një të dyshuar si koka e krimit të organizuar, Emiliano Shullazin. I përshëndesim këto hapa pozitive. Përshëndesim arrestimin e Shullazit. Kjo çështje duhet të ecë përpara në mënyrë të pavarur. Duhet një sistem gjyqësor mjaft transparent dhe të bëjë ndryshimin me atë që ka qenë përpara. Reforma në gjyqësor të jetë një reformë serioze. Jemi shumë të përkushtuar për ta përfunduar këtë reformë. Duhet të mbani përgjegjësi lidhur me këtë. Gjykata me kërkesë të prokurorisë sekuestroi truallin dhe ndërtesën e njohur si ish Hotel Volga në sheshin Taulantja të Durrësit. Vendimi është marrë mes ditën e së martës se vetëm 2 ditë pas arrestimit të Emiliano Shullazit, që dyshohet se me anë të kërcënimeve dhe dhunës e ka përvetësuar këtë pronë me kontratë durimi. Emiliano Shullazi dhe banda e tij për prokurorinë e krimeve të rënda dyshohet se ka kryer 6 vepra penale në më shumë se 15 raste të përsëritura. ABC News ka arritur të sigurojë një kopje të kërkesës së prokurorisë dorëzuar në gjykatën e krimeve të rënda, ku kërkohej që Emiliano Shullazi dhe 2 bashkëpunëtorët e tij të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Sipas kësaj dosje, Emiliano Shullazi dyshohet se është kreu i një bande, e cila vijon aktivitetin e saj kriminal për të realizuar ardhjen e pasojave, marrjen e përfitimeve të padrejta, nëpërmjet kanosjes si dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Emiliano Shullazi dhe 2 bashkëpunëtorët e tij mohuan akuzat e prokurorisë, por gjykata pranoi kërkesën e prokurorëve, duke i caktuar masën e sigurisë arrest në burg 3 të dyshuarve. Po me gjithë të drysnimet mediatike politike që ka pas të kohët e fundit, me të thënë drejtën dhe ne e pritshëm dhe vetë pandërjet e pritshëm një vendim tillë. Veprat që janë i atribuar aty janë vepra të rënda, po që nuk shoqërohen nga si provë. I akuzuar nga opozita se nuk i përmend dot emrin Shullazit, ministri i brendshëm e bëri, duke thënë se ai nuk ishte mbi ligjin e duke mohuar zërat e një përplasje mes institucionit që ai drejton dhe prokurorisë për atë arrestim. Unë nuk di që të ketë një përplasje të policisë me prokurorinë dhe as anasjelltas. Policia dhe prokuroria kanë dhënë prova që dinë bashkëpunojnë të bëjnë ç'është e mundur për të vënë para përgjegjësisë ligjore të gjitha ata që shkelin ligjin. Bashkëpunimi institucional ndërmjet prokurorisë dhe policisë, bashkëpunimi im me prokurorin e përgjithshëm, bashkëpunimi i drejtuesve të policisë me drejtuesve të prokurorisë është mjaftueshmërisht i mirë për të çuar para përgjegjësisë ligjore të gjitha ata që shkelin ligjin. Ajo që mund t'ju garantoj është që as Shullazi dhe askush nuk është mbi ligjin për policinë e shtetit. Në këto zhvillime kaq intensive, ishte krejt e pritshme një përplasje të njëjtën e seancës plenare, pikërisht për këtë emër. Në fund meritat i mori për vete. Nga foltorja e parlamentit, Edi Rama theksoi disa herë se kishte qenë policia ajo që veproi para për ndalimin e Emiliano Shullazit,
pa harruar të nënvizonte sa ishte vonuar prokuroria për të urdhëruar arrestimin. Ndalimi është bërë nga policia, e cila ka filluar procedurën pa pasur një denoncim konkret, por duke u nisur vetëm nga një indicje e paprovuar dhe e ka ndaluar, ka kërkuar nga prokuroria autorizimin për arrestim dhe e ka marrë autorizimin pas mesnate, ndërkohë që personazhi në fjalë ka qenë në qeli. Por më vonë, ministri Tahiri e korrigjoi kryeministrin. Kryeministri bëri një lapsus kur tha që prokuroria nuk ka pranuar kërkesën e policisë për përgjim. Ishte lapsus. E vërteta ma është që policia ka referuar çdo material për këtë çështje. Është policia që ka bërë çdo veprim për këtë çështje dhe kaq. Të tjerat hetojnë me komisionin hetimor. Tek ajo që ndodhi me Shullazin, që ja morën pa pritur dhe pa kujtuar, dhe ky nuk arriti ta kuptonte se ç'po ndodhte, ka frikë se i ndodh nesër atyre tjerëve që ka rrotull. Po ka frikë se mund t'i ndodhi edhe ati vetë. Kryeministri tregoi si e ka ndeshur për herë të parë Emiliano Shullazin, por rrëfimi i tij duket se nuk bindi demokratët. Këtë personazh e kam ndeshur vetëm 2 herë në jetën time. Dhe e kam ndeshur me porosin tuaj. E kam ndeshur herën e parë në zgjedhjet e vitit 2007. E kam ndeshur herën e dytë në zgjedhjet e vitit 2009. Dhe e kam ndeshur si personin që ka shkuar dhe ka dhunuar takimin elektoral të Partisë Socialiste 107. Nuk beson njëri kur thu që nuk kam lidhje me Shullazin. Nuk beson njëri kur thu se nuk e di e ti se çfarë gjobash i vente dhe i kërkonte biznesmenve të cilë kanë arë në zyrën tame. Nuk beson njëri, zote kryeministër, kur përpiqesh ta spostosh diku tjetër, apo të marrësh dhe të fyesh opozitën. Edi Rama u largua nga salla pa mbaruar debati, ndërsa ministri Tahiri rimori tezat e shefit të tij. Ai sfidoi demokratët duke propozuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar. Ngrini komisionin hetimor, verifikoni nëse ka punuar policia apo jo. Nëse është e vetme policia që ka punuar për këtë çështje apo jo. Nëse ka punuar prokuroria apo jo. Ngrini komisionin hetimor dhe premtoni publikisht që do bashkoni votat me ne që përgjegjësi të largohet nga detyra për atë përgjegjës që s'ka bërë detyrën. Ndërsa Sali Berisha citoi një ish oficer policie që tha se e kishte kontaktuar për të rrëfyer se kush ishte autori i tritolit në farmacinë e babait të Tahirit. Gjatë hetimit të kësaj çështje, unë, së bashku me një kolegun tim, arritëm në konkluzionin e prerë se tritolet i kishte vendosur banda e Shullazit. Banda e Emil Shullazit. Por, ministri Brendshëm, sa po e mori vesh, akti parë më largoj nga hetimi, akti dytë më transferoj në një rreth periferi dhe unë sot jam jashtë radhëve të policisë. Në lidhje me këtë, ministri Tahiri nuk reagoi. Ashtu si politika, edhe mediat u ndanë në përcaktimin e asaj që ishte më e rëndësishme për t'ju evidentuar publikut. Thirrja e Berishës për armatosje të qytetarëve për vetmbrojtje, një ligj i ri për armët, apo detajet e reja mbi çështjen Shullazi. Prokuroria e krimeve të rënda ka bërë gati fletëthirrjet për shumë biznesmen, zyrtar të lartë të ndryshëm të administratës shtetërore, noter, gjyqtar dhe profesor të universiteteve, që do të pyeten për dosjen e Emiliano Shullazit.
ABC News mësoi se prokurorët Elizabeta Imeraj dhe Enet Nakuçi kanë bërë gati listën e personave që do të thirren në cilësinë të dëmtuarve apo personave që kanë dijeni për çështjen, ku përfshihet emri i Shullazit dhe banda e tij. Burime thanë se në mesin e emrave që do të thirren janë biznesmen të ndryshëm dhe të njohur në Shqipëri, disa prej të cilëve janë gjobitur nga Shullazi dhe pjesa tjetër janë personat që kanë ndërmjetësuar apo ndihmuar biznesmenët për shumat e caktuara të parave. Në mesin e këtyre personave me rolin e ndërmjetësve mes Shullazit dhe biznesmenëve të ndryshëm për të ulur gjobat e vendosura, janë përfshirë edhe prokuror, gjyqtar apo edhe zyrtar të lartë të administratës shtetërore. Burime thanë se përveç këtyre, grupi hetimor thotë se do të marrë në pyetje zyrtar të lartë të hipotekës në Tiranë dhe Durrës, si dhe punonjës të tjerë të cilët kanë kryer veprime konkrete për pronën e ish Hotel Volgës apo pronave të tjera në Tiranë. Gjithashtu do të merren në pyetje edhe drejtorë të ndryshëm të institucioneve dhe persona që rezultojnë se kanë komunikuar me Shullazin apo bashkëpunëtorët e tij. Kësaj liste të hetimeve të prokurorisë nuk do t'i shpëtojë edhe kandidatja për rektore Klodeta Dibra, në emër të së cilës dyshohet se banda e Emiliano Shullazit kërcënoi profesorët Mynir Koni dhe Dhori Kule. Burime thanë se Klodeta Dibra, përveç se ishte në një lagje me të fortët e rrugës së Kavajës, dyshohet se ka komunikuar me to pas përplasjes me profesor Koni në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Për llogaritë të kësaj dosje, prokuroria thotë se do të pyeten edhe disa noterë në Tiranë dhe Durrës që kanë përpiluar disa kontrata që dyshohet se janë të falsifikuara. Para prokurorëve do të përgjigjen edhe gjyqtarë të gjykatës së Durrësit dhe të Tiranës, të cilët janë shprehur në favor të Shullazit dhe bandës së tij, me vendime që bien ndesh me ato të gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Këto vendime dyshohet se janë dhënë nga frika e presionit, kërcënimeve të vazhdueshme, duke regjistruar edhe prona të caktuara, si ish Hotel Volga në Durrës apo prona në Tiranë. E premtja solli një dalje publike në mesditë të kryeministrit të vendit, teksa interesi publik mbetej i lartë. Nëse thirrja e Berishës duhet konsideruar si shkelje rregullore së kuvendit apo e kodit penal, nëse duhet një ligj i ri për armët në Shqipëri, apo cilat janë detajet e reja që po dalin nga hetimet e prokurorisë për Shullazin. Kryeministri nuk u shfaqi i shqetësuar nga thirrja e Berishës një ditë më parë, por e konsideroi një strategji për të penguar reformën në drejtësi. Çuditërisht, ndërkohë që do të ishte intensifikuar puna për reformën, pas mesazhit të qartë edhe të Shtëpisë Bardh, vjen mesazhi për të marrë armët. Me demet për të mbrojtur nga krimi që ka marrë dhënë, por në fakt për të mbrojtur Saliun nga reforma në drejtësi. Por kjo është e gjitha një përsëritje qesharake e historisë tragjike të hapjes depove të armëve. Nga një njeri që sot kjo thirrje pra gjendor, përveç inferioritetit absurd ndaj tij të klubit Shqiptar, e vetmja gjë që ka ndorë. Kjo zbulon qartë se dinamika e kësaj politike të dëshpëruar tensionimi është e planifikuar për të ardhur në rritje, për të penguar reformën dhe mundësisht për të abortuar atë, duke krijuar një atmosferë sa më të rëndë për të nxitur zhvillime që justifikojnë braktisjen e reformës. E nëse kryefjala e kryeministrit Rama ishte Berisha dhe e shkuara e tij, Lulzim Basha ju kundërpërgjigj nga Selia Blu me të njëjtin format, pa marrë pyetje nga gazetarët, me një tjetër kryefjalë, Emiliano Shullazin. Dhe sot kapet pas një deklarate, një qëndrimi që nuk është as vendim dhe as nisëm, por është një propozim për gjendjen e tmerrshme kriminale me shpresën se do të fshi Shullazin nga memoria e njerëzve. Jo pak biznesmen, të grabitur me tytën e armës nga ky bandit në tëmthat e tyre, kanë apeluar tek Edi Rama. Por tek Edi Rama nuk kanë gjetur garantin e ligjit, të rendit dhe të sigurisë, por partnerin e Emiliano Shullazit. Sot, po mos ishte për punën e prokurorisë dhe në punësve të tjerë me integritet të shërbimeve shtetërore, po mos ishte për aleatin ton të çmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Emiliano Shullazi do të ishte duke prerë akoma gjoba të reja, duke planifikuar atentate të reja, duke vendosur për tenderin e radhës, emrimin e radhës
duke grabitur qytetarin në radhës dhe pronën e tij. E për këtë, dhe vetëm për këtë, ai ka ndaluar reformën drejtësi. E ka vonuar, e ka tërhequr zvarr për 2 vite, ka vonuar ngritjen e byros kombëtare të timit sepse e donte nën kontroll, e donte ta drejtonte bashkë me Shullazin, dhe kur kjo i dështoi, vetëm e shtyn dhe e shtyn sepse e ka frikë. Po të premten, Byroja e Kuvendit miratoi kërkesën e Partisë Socialiste dhe përjashtoi për 10 ditë nga punimet e Kuvendit ish-kryeministrin Sali Berisha për deklaratët e një dite më parë. Vetë ish-kryeministri po zhvillonte një takim në zyrën e tij me ambasadorin Lu dhe ambasadoren Vlahutin. Takim të ngjashëm, diplomati amerikan ka zhvilluar të premten edhe me kryetarin e Partisë Demokratike Basha, e më herët edhe me kryeministrin Rama. Andikoi edhe njëherë aksioni jo publik i ndërkombëtarëve në qetësimin e situatës dhe orientimin e palëve drejt finalizimit të reformës në drejtësi, me intensitetin e ngjarjeve që prodhon realiteti shqiptar, e sigurtër se debatet e forta do të vazhdojnë të jenë pjesë e agjendës politike. Unë, midis Trumpit dhe punëtorëve të Trumpit, unë Trumpistin më të mirë të kam ty. Të pak të një Trumpist shqiptar. Dhe unë nuk hyte ata që besojnë që ti ke lujtë poker me Shullazin ke Milosao. Unë nuk e besoj do të. Nuk hyte ata që besojnë që ke lujtë poker. Unë di vetëm një gjë, që ti i lë legët në përskedina. Nuk doja ta nisja nga vitet 90 dhe nuk doja t'ja përmendja që në atë kohë bashkë me Xhanin pëlliste si go marë për një qofte pa lek në rrugë Kavajës. Kjo është kështu si që them unë, në atë kohë bënte këtë punë bashkë me ti Xhanin pëlliste si go marë për një qofte pa lek. Edhe ky njeri të vjen dhe të bëhet sot kryeministër, edhe ndyn këtë parlament duke shark. Nëse do kishte jo aq shumë të vërtet në ato që thoni, po dhe pak të vërtet në ato që thoni, të jeni të sigurt që qeveria shqiptare nuk do ishte kaq shumë e respektuar botërisht. Dhe të jeni të sigurt që përfaqësuesit e krimit të organizuar nuk i pret njeri në shpinë e bardhë. Parafytyroheni sikur në 1990-ën, kur dolën të gjithë për të kërkuar liri dhe demokraci, t'i kishin shfaqur studentëve në shesh këtë fjalimin para se të flisja unë, do ishin kthy të gjithën për shtëpia, edhe do thoshin të rrëzojmë ne regjimin e mediokritetit dhe të gjitha atyre brutaliteteve që mbas 26 vjetësh të kemi gojtar kryesor të partisë tonë, të Partisë Demokratike. Këtë s'besoj se do ta kishin pranuar. Kishte pas sigurimi në një makinë futurologjike, në një kamera futurologjike t'i tregonte dakord, bëheni Parti Demokratike, po ja çdo keni mas 26 vjetësh, do në kishte mbajt gjithë gramozik e Partia Punës atëherë. Tashti, patjetër, edhe kjo është e vërtet. Edhe Partia Punës ta dinte se ti edhe afër Partisë Punës aty i ulur, ashtu është. Nuk do ta kishte bërë, do ta kishte lëshuar pushtetin, ta dinte do ngelin dorën time, patjetër. Nuk diskutohet. Thej një të vërtet, pa e ditur që po thuj një të vërtet me rëndësi. Atyre që nga Shqipëria e kam pak merak. Sa Polak, sa Çek, sa Hungares, sa Slovak, sa qytetar nga të gjitha vendet e reja të Bashkimit Evropian kanë ikur nga vendet e tyre për një jetë më të mirë, për të realizuar më shpejt ëndrat e tyre në Gjermani, në Austri, në Angli. Dhe sa janë ata që aktualisht ikin nga jugu i Europës
së bashkuar drejt veriut, bëjnë një pak llogarit. Shqiptarët regjistrohen si azilant për një arsye të vetme, sepse nuk e kanë mundësinë të lëvizin lirisht në një treg të madh pune, siç e kanë tjerët. Dhe nga ana tjetër, fakti që vitin e shkuar shqiptarët ju rikthyen, dhe jo vetëm shqiptarët, por edhe të tjerët, masivisht idesë së azilit, unë jam shpjeguar një herë, dhe është një fakt i njohur botërisht. Sepse nëse do të ishte çështja e varfërisë së padurueshme, kjo do të vazhdonte. Pse nuk vazhdon? Pse nuk vazhdon? Pse nuk vazhdon? Pse vala u ngrit dhe ul, u bë Shqipëria më e pasur? U rritën më shumë oportunitete? Jo, më jo. Jo, fare. Fare, po ju them. Bëri gjithçka për të zhdukur. Po, do vi unë aty. O ti, shiko, e ti sërë puna, kur flet ti më duket se po më thot, kur flet ti më duket se kam genë si Xhixhën nga mrapa, pra ndaj mos folë se i kemi më nëshe punë, a më thapë. Çfarë mjofton? Dëgjojeni. Kanë mu duke si fantazm parlament, po je e koçua. Nuk je fantazma.